Autoritetet kineze kanë reaguar ndaj operacionit ushtarak amerikan për kapjen e ish udhëheqësit të Venezuelës, Nicolas Maduro, duke i kërkuar Shteteve të Bashkuara lirimin e menjëhershëm të tij. Në një deklaratë zyrtare, Ministria e Jashtme e Kinës thekson se ndërhyrja amerikane përbën një shkelje të rëndë të drejtës ndërkombëtare dhe cënon drejt për drejt sovranitetin e Venezuelës. Pekini nënvizoi se ka ruajtur gjithmonë komunikimin dhe bashkëpunimin pozitiv me qeverinë venezueliane, duke riafirmuar mbështetjen e tij politike dhe ekonomike për Caracas. Sipas Sky News, vetëm disa orë përpara arrestimit, Nicolas Maduro kishte pritur në Caracas një delegacion kinez për të udhëhequr nga përfaqësuesi special i Kinës për Amerikën Latine. Pamjet filmike i shfaqin ata në një takim paqësor të pavetëdijshëm për zhvillimet që do të pasonin. Media britanike kujtojnë gjithashtu se Kina, ekonomia e dytë më e madhe në botë, ka qenë në një nga aleatët kryesorë të Venezuelës, veçanërisht pas vendosjes së sanksioneve nga SBA-ja dhe partnerët e saj në vitin 2017 në Kuadër. Pekini ka siguruar Caracasin ndihmë të konsiderueshme ekonomike e përshkruar si shpëtimi ekonomik, duke bler mallra venezuelian dhe me vlerë rreth 1.4 miliard euro vetëm gjatë vitit 2024. Në deklaratën e saj, Ministria e Jashtme kineze thekson se veprimtaria e Shteteve të Bashkuara kërcënon paqen dhe sigurinë në Amerikën Latine dhe Karaibe, duke paralajmëruar për pasoja më të gjëra politike. Si pasojë e përkeqësimit të situatës së sigurisë, autoritetet kineze dhe ambasada e Kinës në Venezuelë e kanë bërë thirrje shtetasve kinez të shmangin udhëtimet drejt vendit.